Mariglen, mirë se u ktheve në ekranin e pasqyrës shqiptare. Përshëndetje Ilir, faleminderit shumë, është gjithmonë kënaqësi. Atëherë, më lejo në fillim që t'i kujtoj teleshikuesit se kush është Mariglen Qori, ose më mirë të them si të kemi njohur ne deri në vitin 2020. I kujtoj teleshikuesit se në shkurt të vitit 2020, rreth 3 muaj pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, ne kemi zhvilluar një bisedë në distancë. Ndryshe nga sot, ku unë ndodhem në Shqipëri dhe ti në Kanada, biseda jonë e parë ka pas kahë të kundërt. Unë isha në Kanada, ndërsa ti ishe në Shqipëri dhe na raportoje për shpërndarjen e ndihmave që u mblodhen nga shqiptarët e Kanadas në ndihmë të bashkëdhetarëve tanë në Shqipëri të dëmtuar nga tërmeti i tmerrshëm i datës 26 nëntor 2019. Ajo që më bëri përshtypje në atë kohë ishte fakti që ti me shumë thjeshtësi, me çiltërsi dhe me transparencë i shpjegove teleshikuesve gjithë aventurën e shpërndarjes së ndihmave, që me pak fjalë mund përmblidhet në një diskreditim të autoriteteve shtetërore, sidomos të Bashkisë së Durrësit të asaj kohe, dhe një sukses nga ana tjetër, sepse sado, siç ke thënë dhe ti në intervistë, ti pe shumë fytyra të buzëqeshura, domethënë ndihma që erdhën nga Kanadaja dha një farë impakti te të dëmtuarit. Tani, Mariglen, ti si e kujton atë periudhë? Në fillim nëntorin e 2019-s dhe pastaj shkurtin kohën kur u shpërndan ndihmat. Po, me vërtet, duke sigurisht kanë kaluar më shumë se 5 vite, ndoshta ka kaluar një dekadë ose më shumë. Edhe mirë që truri bën këtë lojën që nuk i mba mend shumë ato gjërat e këqija, po kujton vetëm ato gjërat e mira që kanë ndodhur. Sepse me vërtet ndihma që u dha nga shqiptarët e Kanadas, nga komuniteti edhe nga organizimi që u bë nga Henry dhe familja e tij, bashkë me gjithë kontributin e komunitetit, ishte fantastik. Edhe e njëjti veprim që u bë nga komuniteti i Kanadas u bë dhe nga shqiptaria në gjithë rajonin, do thoya, të trevave shqiptare. Dhe ai solidaritet, ato vlera të bukura janë ato që ngelin pas gjithë këto vite. Sa i përket tërmetit, sidomos atë natë që ndodhi, ishte me vërtet një horror, do thoya, një tmerr. Je duke fletur gjumë, vetëm pa pritur kur filloi lëviz çdo gjë, shtëpia po lëviz, dëgjon brithërima. Në ato momente ishin me vërtet vështira, edhe ditët me vazhdim ku njerëzit ishin në pasiguri, flinin jashtë nëpër makina. Po ndërkohë që po ndodhin gjithë këto gjëra, shikoja edhe ato dritë shpresat, siç ishte një rast e disa shqiptarëve të Maqedonisë që kishin një kompani catering, e kishin ardhur me gjithë ushqimet përgatitura nga Gosivari, nëse nuk gabohem. Dhe i kishin bërë disa herë ato, në përgatisin ushqimin në Gosivar, vinin me makina me ushqimin e gatshëm në Durrës, edhe shpërndanin ushqimet të gjithë personat që kishin nevojë. Kjo dhe shumë vepra të tilla që kanë ndodhur nga hero dhe nga njerëz të panjohur, kanë qenë ato gjëra që i kanë dhënë shpresë njerëzve që të vazhdojnë edhe ta kalojnë atë situatë vështirë. Kjo është sa i përket 26 nëntorit edhe ato ditë të para. Gjithashtu pyete për kontributin e komunitetit të shqiptarëve të Kanadas, apo jo? Po, edhe përjetimet e tua, kujtimet nga shpërndarja e ndihmave. Po, ajo që na jep të shpresë që ti shpërndajmë ndihmat edhe ti çojmë aty ku realisht ne shikonim që kishte më shumë rëndësi, sepse në raste të tilla kur nevojat janë të panumërta, por burimet dhe materialet janë të kufizuara, ti gjë më të mirë që mund bësh është që ti alokosh ato të njerëzit që kanë më shumë nevojë, që kështu duket të lehtë duke e thënë, por në realitet edhe në ato kushte që ndodheshim ne, më vërtet ishte diçka shumë kritike për t'u bërë. Kështu që
Nuk kishim fatkeqësisht edhe lehtësimin nga struktura shtetërore, gjë që është diçka e trashëguar me kuptimin që ato pengesa ose ato vështirësi ose mungesa e lehtësimit nga ana e strukturave vendore nuk ishte diçka që ndodhte atë periudhë, po ishte një rezultat i trashëguar i mënyrës se funksionon shteti etj. Po gjithsesi pavarësisht këtyre pengesave arritëm që një kontenjer të plot që ishte mbushur nga shqiptarët e komunitetit në Kanada të arrije në Durrës, gjërat të shpërndahen, disa karroca për shembull për invalid shkuan të spitalit Durrësit, veshmbathje gjëra shkuan nëpër familje që nuk kishin stre, dhe u munduam aq mund sa kishim duke marrë parasysh gjithë situatën kaotike që ishte në atë periudhë, që t'i shpërndanim gjërat të njerëzve të dur që kishin më shumë nevojë. Më lejo të pyes si u futet ti në themi në këtë kulturën e bamirësisë. Kush u bë shkas që të përfshihesh në veprimtari bamirësie? Sepse nga biseda jone e parë e vitit 2020 kam mësuar që e ke filluar në Bulqiz, në vendin e origjinës tënde, apo jo? Po kush u bë shkas që ti të merresh me këtë lloj aktiviteti shoqëror? Dëshira për të ndihmuar ka qenë gjithmonë, ndoshta është e marrë nga familja, shpesh herë do me thonë si fëmijë marrim mesazhe që nuk i kuptojmë, por më vonë në jetë ato transformohen në një farë mënyre dhe krijojnë ato vlerat tona. Gjithashtu nga që jam rritur në Greqi, në Selanik, atje ka qenë komunitetin përgjithësi ndihmonte njerëz të varfër, edhe njëti mentalitet e kam gjetur edhe këtu në Kanada, dhe jam shumë i lumtur për këtë. Dhe prandaj edhe në Shqipëri, që kam lëvizur në 2011, kur isha adoleshent, pastaj pasi kalun vitet arrita që të kisha një rrogën time, ato punët e para. Kur kisha mundësi, mundoja që të organizoj bashkë me miq që kishin të njëjtat vlera, njëjtën dëshirë, që të bëheshim bashkë, të mbledhim disa para për të blerë pak ushqimore ose veshmbathje që i falin njerëzit, edhe ato t'i dërgojmë në familje në nevojë. Dhe duke ardhur nga një vend, nga vendindja ime, e cila është Bulqiza, edhe sot ka fatkeqësisht njerëz që jetojnë në kushte të mjerueshme për shumë lloj arsye. Ishte, le të themi, një lidhje e dëshirës time dhe e situatës aktuale atje që mund të kontribuoja. Gjeta një mënyrë se si mund ta shpreha të dëshirën për të kontribuar. Dhe kështu i kisha edhe njerëzit që i organizonim këto gjëra, kështu që ishte diçka shumë e natyrshme. Tani, të gjitha këto janë bërë në një çadër të themi të një institucioni, të një organizate jo fitimprurse, apo janë bërë thjesht në baza vullnetare në mënyrë të paregjistruar zyrtarisht? Gjithë aktivitetet e mia, domethënë një aktivitet që e kishim kështu të përvitshëm, ishte që një herë në vit mblidhim disa para dhe shkonim në 20 familje, 25 familje në Bulqiz, që ishin me vërtet shumë keq, disa s'kishin as drita në shtëpi, edhe jepin ushqime, edhe mënyra e organizimit ishte e vetë organizuar pa ndonjë ombrellë, le të themi, organizate, thjesht postonin në Facebook, ne po organizojmë këtë gjë, kush ka dëshirë të kontribuojë, edhe u mblidheshin bashkë, miq, njohur, pa njohur, që kishin njëjtën dëshirë, edhe thjesht shkonim një ditë me furgona, me makina private, u sajoshim edhe dërgonim gjërat të familjet. Marin Glen, po sa herë ke lëvizur në jetë? Domethënë që nga Bulqiza, mund të numërosh stacionet e tua? Atëherë kam lindur në 96 në Sopot të Bulqizës, një vend malor. Atje pastaj në moshën 2 vjeçare kam lëvizur në Greqi, në Selanik. Pastaj në moshën 15 vjeçare kam lëvizur në Durrës,
Pastaj në moshën 28 vjeçare kam lëvizur në Toronto. Kështu që emigrant gjithë jetën. Në 28 vjeçare i bie vitin e kaluar apo jo? Para 2 vitesh, 2023-shin. Ti përmende në fillim rolin e madh që ka luajtur në shpërndarjen, në grumbullimin, fillim dhe shpërndarjen e ndihmave për të dëmtuarit nga tërmeti i 2019-s. Përmende emrin e Enri Rexhmataj. Si je i njohur me Enrin? Me Enrin jemi njohur nëpërmjet punës, nga që në Shqipëri kam bashkëthemeluar një kompani cila quhet Boost Outsourcing, që ofron shërbime për Kanadan. Nga Shqipëria kemi zyrën dhe shërbimet i ofrojmë për kompaninë në Kanada edhe në New York në US. Dhe më vonë ajo është zhvilluar një shoqëri dhe Enri është një njeri i familjes, tani mund të them, jo vetëm një shok. Pra ti ke emigruar këtu, besoj me kontratë pune ose me një vizë të rregullta afatgjatë ose të përhershme? Çfarë statusi ke për momentin në Kanada? Nëse mund të pyes për këtë. Patjetër. Kjo është një nga çështjet që diskutohet gjithmonë mes shqiptarëve. PR-i, letrat, sidomos në këto kohra që është bërë shumë e vështirë. Kam ardhur me statusin temporary worker, me vizë puna domethënë të përkohshme, 3 vjeçare. Fatmirësisht arritëm bashkë me nusën time që të aplikojmë për PR-in të përzgjidhim me procedurën e Express Entry, dhe aktualisht po pres për kartonin e PR-it. Bëhet shumë qefi. Kanadasi shtohet një njerëz shumë i mirë me shumë vlera. Faleminderit. Edhe miles nga ata emigrant 100% të integrueshëm, por që mbeten në të njëjtën kohë edhe shumë shqiptar. Faleminderit, e vlerësoj. Tani, për hir të jo thjesht kurështisë njerëzore, por një kurështie të përgjithshme me synim për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë realitetet e reja në Kanada, sidomos ata që ende nuk kanë shkelur në Kanada dhe të tjerë që dëshirojnë të vinë në Kanada. Si e gjete Kanadan në 2023-shin kur erdhe? Si të duk? Çfarë përshtypjesh ke? Po, do të flas nga dy, le të themi, lloj pikpamje, duke marrë parasysh nga shqiptarët që kanë ardhur më herët, le të themi viteve 2000-2010, unë mund të them që isha i privilegjuar. Me çfarë kuptimi e them këtë? Kisha një punë të sigurt, kisha një shoqëri që e kisha krijuar nga Shqipëria nëpërmjet marrëdhënieve të punës. Kështu që unë ndihesha sikur thjesht kisha ndryshuar qytet, jo që kisha ndryshuar shtet. Dhe ajo pikpamje ishim shumë e fat bashkë unë dhe bashkëshortja ime. Pastaj ato diferencat që gjen janë më shumë, do thoja, diferenca që ka të bëjnë me ambientin që jeton edhe mënyra si funksionon shteti, sesa diferenca materiale, sepse pak a shumë tani Shqipëria dhe Kanadaja nga ana materiale nuk ka se ka shumë diferencë. Edhe në Shqipëri mund t'i plotësosh goxha mirë, shumë kushte, në shumë aspekte të ndryshme. Nëse ke të ardhurat të mira, besoj. Po, atë po thoja, edhe le them më para Shqipërisë kishte internet, në Toronto kishte, ndërkohë që tani ketet e dy vendet, ke shumë produkte që i gjen kudo, shërbime etj. Në Shqipëria po avancon, normalisht nuk kanë akoma në të njëjtin nivel. Kurse sa i përket ato gjëra që të bëjnë përshtypje kur vjen si një emigrant i ri dhe shumë bukur të kanadezit thonë newcomer, vetëm nga ajo shiko mentalitetin e kanadezëve. Nuk i thonë njerëzve emigrant, po i thonë të ardhur të rinj. Çmimet e larta, në përgjithësi, edhe pse në raport me rrogën nuk janë aq të larta, ndoshta në Shqipëri janë akoma të larta kur vendos në raport sa merr për orë dhe sa shpenzon për një XY shërbim. Qërat e larta, që edhe njerëzit këtu po ankoheshin. Tani po them gjërat që më kanë bërë përshtypje, ose gjërat negative që më kanë bërë përshtypje. Pak i ftohti, po prapë edhe pse ishte ftohtë, mund të them nuk e ndjen ai shumë se në Shqipëri, nga që këtu në qoftë se nuk punon terren, le themi ndërtim që je në të ftohtë, kështu nuk e ndjen as shumë, sepse në shtëpi është ngrohtë, se shtëpia ka ngrohje qendrore, ka termoizolim.
kështu që je goxha komod. Kur je në për transport publik prapë është ngrohtë, kur je në zyrë është ngrohtë, kështu që realisht në Shqipëri më rrdhif më shumë se këtu. Kurse gjërat e mira të tjera është që urbanistika të jep një qetësi. Ke vendin ku është për këmbësorin, ke vendin ku është për makinën, ke parkingun, gjelbrimi, edhe prindërit e mi që ishin para i muj u habitën nga gjelbrimi që kishte Toronto. Ajri është, do thoja, më i pastër, njerëzit janë shumë të polite, si thonë, Të sjellshëm, se jemi bërë kanadez tani kemi harru fjalët. Mbao Mariglen, mos u dorëzo Mariglen. Stay Albanian, my friend. Po, edhe janë shumë të sjellshëm, më thonë, ndonjëherë sikur të i kalohet, sikur janë shumë të sjellshëm dhe ti ndihesh siklet. Nga që ne nuk e kemi aq shumë atë. Ka shumë gjëra bukur, shteti si funksionon, pagu shumë takse gjëra, po shteti të ofron zgjidhje, të ofron shërbime, dim se i pagun ato taksa. Kështu që do thoja për ato që po mendojnë që të emigrojnë, do i sugjeroja që ta provojnë. Nuk do thoja që është për këdo, se dikush që le themi ka pas një statu në Shqipëri, ndoshta ajo periudha fillestare në Kanada mund të duket e vështirë që të përshtatë, të ndryshojë ca zakone, të ndryshojë ndoshta edhe mentalitetin në një farë mënyre. Do i sugjeroja kudo që të vijë ta provojë, edhe pa shumë pritshmëri të larta. Edhe një pyetje tjetër nga fusha e biznesit, meqense ti me punë je një këmbë në Kanada dhe një këmbë në Shqipëri, çfarë mallrash dhe shërbimesh mund të shkëmbejnë vendet tona? Mallra shërbime është diçka shumë e gjerë, po ajo që kemi bërë ne për shembull deri tani është që kemi përdorur kapitalin njerëzor shumë të aftë në Shqipëri, që me njerëz të rinj që kanë aftësi, kanë njohuri të mira, shumë mira të anglishtës në komunikim, plus pastaj shkollën që mund të kemë mbaruar për menaxhim biznesi, për administrim biznesi, për marketing. Me thënë marrim këto profile njerëzish dhe i aplikojmë në biznese në Kanada. Bizneset e cilat nuk duan të harxojnë shumë në për të zgjeruar zyra ose për të pasur njerëz edhe t'i paguajnë, le themi, me rroge kanadeze. Ajo qëllimi on ka qenë që të ofrojmë një cilësi sikur të personit ishte në Kanada, por që punon remote nga Shqipëria. Edhe ka shumë punë që mund bëhen në atë mënyrë. Sa përket mallrave, produktet artizanale dhe produktet siç e quajmë në Shqipëri bio, mendoj do kishin treg në Kanada. Si shpjegohet që makinat e përdorura prodhime gjermane importohen me shumicë nga Kanadaja drejt Shqipërisë? Një faktor shumë i rëndësishëm është edhe këmbimi midis lekut dhe dollarit kanadez. Zhvlerësimi i dollarit, domethënë. Zhvlerësimi i dollarit, po është diçka shumë që jep shumë avantazh tregtarëve në Shqipëri për të importuar. Edhe në përgjithësi makinat në Kanada mund gjesh makina që janë me pak kilometra, edhe në gjendje shumë të mirë, që nuk i gjen ndoshta në shtetet e tjera. Kështu që është një mundësi shumë e mirë. Unë pata rastin të takoj në 5 tetor në mbrëmjen që organizua me rastin 23 vjetorit pasqyrës shqiptare. Falenderoj edhe një herë që erdhe. Ishte ky rasti i parë dhe si thua i vetëm i një angazhimi tënd në një veprimtari shoqërore komunitare në Kanada, apo ke marrë pjesë edhe vende të tjera? Jam munduar, ajsat më lejon dhe koha që të marrë pjesë në aktivitete të tilla. Nuk do thoja e para, po është ndoshta nga të parat, por patjetër do të jenë pjesë e komunitetit shqiptar sepse shikoj me vlerë. Diçka tjetër që nuk thash për komunitetin shqiptar në krahasim, le të themi, me vendet të tjera të botës është që mund të them me plot gojën që shqiptarët e Kanadas është ajka e shqiptarisë. Njerëz me aftësi, njerëz me profesione të mira, njerëz me mentalitet për të rritur, për të bërë më shumë, për të arritur gjëra. Prandaj është bukur që ti jesh në mesin e këtyre njerëzve.
Përveç asaj, unë përgjithësi jam i përfshirë në komunitet sepse jam dhe pjesë e Rotary Club of Toronto, edhe klubit rinor që quhet Rotaractor Club of Toronto. Edhe kështu që jam i përfshirë në për aktivitetet tilla kurdo që më del koha, sepse duhet të jem pjesë e komunitetit, duhet të kontriboj, edhe duhet t'i përmirësoj gjërat aq sa mundem. Dëshiron të shtosh diçka tjetër? Pikse pare faleminderit që ke qenë zëri shqiptarëve gjithë këto vite. Diçka tjetër që doja të thoja të fundit është që sa më afër jemi, sa më bashkëpunues jemi, aq më të fortë mund bëhemi të gjithë. Secili të japë atë që mundet. Pse për shembull mos kemi në Këshillin Bashkiak të Torontos një shqiptar që të shtyje përpara le themi agjendën shqiptar ose çështje që kanë bënë lidhje me komunitetin shqiptar. Kështu që me këtë vizion po punoja dhe doja që të isha pjesë e njerëzve që duan dhe kanë dëshirë të arrijnë këtë gjë. Nëse një ditë ti vetë përfshihesh në politik, unë personalisht do të nxisja që të çosh përpara agjendën e qytetarit kanadez në radh parë. Sepse nëse përfaqësohet mirë në politik qytetari kanadez, është përfaqësuar mirë edhe një qytetar shqiptaro-kanadez. Unë gjatë këtyre viteve kam kuptuar që në radh të parë ne që jetojmë në Kanada duhet luftojmë për të drejtat tona si qytetarë kanadez dhe sigurisht e kemi luksin që të jetojmë mes një respekti të veçantë për komunitetin ton si shqiptar që na jepet nëpërmjet formave të ndryshme edhe nga autoritetet nëpërmjet për shembull ligjit të famshëm të trashëgimisë shqiptare në Ontario e tjerë, por në thelb duhet që të përmirësojmë jetën tona si kanadez, sepse fortuna globale që ka vite që ka përfshirë globin, në fillim fare fshin kokrizat e rërës, domethënë qytetarin e thjesht, dhe pastaj ato që mbeten janë njerëzit me para të madhe. Kështu që në rast se edhe një herë përsëri ti dëshiron të hysh politikës në një nivel caktuar lokal, provincial apo edhe federal, lufto për qytetarin kanadez për cilin nga i cili ke marrë votat. Faleminderit për këshillën. Okej, dhe unë falenderoj shumë për kohën dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Gjithë mirat, mirupafshim.